Mirëmëngjesi të nderuar shikuesi, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në RTK. Kryeministri në detyrë, njëherësh kryetar i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, do të takohet sot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në kuadër të përpjekjeve për krijimin e institucioneve të reja. Takimi është paralajmëruar të mbahet në orën 18 dhe vjen pas ftesës që Kurti u dërgoi liderëve të partive parlamentare për takime të ndara. Ftesës ju përgjigj pozitivisht vetëm kryetari i LDK-s, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini e refuzuan pjesëmarrjen. Kurti ka deklaruar se gjatë kësaj jave mund të ketë zhvillime konkrete për një marrëveshje të mundshme me LDK-n. Ndërkohë, më 6 gusht është caktuar vazhdimi i seancës për konstituimin e legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës. Hetimet dhe kërkimet në fshatin Jabuk të Zubin Potoku do të vazhdojnë një ditë pasi në këtë zonë u zbuluan mbetjet mortore të 4 personave që dyshohet se janë viktima të luftës së fundit në Kosovë. Sipas autoriteteve, viktimat dyshohet se janë ekzekutuar dhe më pas janë hedhur në një grop qereqi. Zbulimi i këtij varri të ri masiv pranë lokacionit të Kalludrës ka shtuar dyshimet se në këtë zonë mund të ketë edhe viktima të tjera të luftës. Institucionet e sigurisë dhe të drejtësisë kanë bërë të ditur se hetimet do të vazhdojnë për zbardhjen e krimeve, identifikimin e viktima dhe vënien para drejtësisë të përgjegjësve. E për zbulimin e 2 varrezave në afërsi të Zubin Potokut ka folur për RTK-n edhe Natasha Kandić, themeluese e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd. Ajo ka sqaruar se në bazë të informatave që posedon, më 19 prill të vitit 99 kanë qenë 2 grupe të ndara të shqiptarëve të cilët dyshohet që më pas janë zënë dhe vrarë nga forcat policore dhe ushtarake serbe. Kandić ka deklaruar se në Serbi nuk ka vullnet politik për hapjen e arkivave shtetërore, prandaj sipas saj duhet një përfshirje dhe presion më i madh ndërkombëtar për të ofruar informacione për t'i hapur arkivat dhe për të mundësuar qasje në dokumentet policore dhe ushtarake të periudhës së luftës. Ato dokumentet që janë truajtura veçanërisht ose të i quaj në arkive, por nuk ka dëshirë politike. Pse nuk ka vullnet politik? Natyrisht se nuk ka vullnet politik në Serbi, sepse në pushtet është partia dhe koalicioni që në fakt ka marrë pjesë në të gjithat për sa i përket luftës, duke filluar nga mbështetja për politikën e luftës, pastrimin etnik neve, edhe sot kemi këtë situatë që publikisht mund të dëgjojmë që ata që kanë pozitat e larta shtetërore në Serbi se thonë se është dëm, sepse Miloševići nuk ka kryer pastrimin etnik. Ende nuk ka një datë se kur Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të mblidhet për të shërtuar çështjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve serb në veri. Në një përgjigje për RTK-n, KGK-ja ka bërë të ditur se opinioni publik do të njoftohet me kohë për çdo mbledhje dhe vendim të Këshillit. Mbledhja e 24 korrikut dështoi për mungesë kuorumi, pasi 3 anëtarët e braktisën atë pas mospajtimeve për rendin e ditës. Në mesin e pikave ishte edhe kërkesa e ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Agjiu për shqyrtimin e dorëheqjeve të gjyqtarëve serb dhe njoftimi për tërheqjen e dorëheqjeve të tyre të paraqitura në fund të vitit 2022. Agjiu ditë më parë tha se pret që sa më parë ky institucion të veprojë në përputhje me përgjegjësitë që i kanë. Kjo javë pritet të karakterizohet me më të nxehtë dhe intervale të gjata me diell në të gjithë Kosovën. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 38 gradë Celsius, ndërsa qytetarëve veçanërisht kategorive më të ndjeshme u bëhet thirrje që ta shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës.
Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka apeluar për rritjen e vigjilencës dhe kujdesit të shtuar nga të gjithë qytetarët, me theks të veçantë tek fermerët dhe bujqit. Në këto kushte klimatike, rreziku nga shpërthimi dhe përhapja e shpejtë e zjarreve në fusha dhe pyje vlerësohet e lartë me potencial në rritje të rrezikut, thuhet në apelin e AMS. E vala të nxehtit dhe thatësira po uli në nivele rekord prurjet e lumenjve kryesor të Evropës, duke shkaktuar probleme serioze në transport, energji, bujqësi dhe furnizim me ujë. Situata më kritike raportohet në Gjermani, Holand, Hungari, Serbi, Rumani dhe Itali. Në disa prej këtyre vendeve, niveli i ulët i lumenjve po vështirëson transportin ujor, ndërsa po ndikon edhe në prodhimin e energjisë dhe furnizimin me ujë. Ekspertët paralajmërojnë se temperatura mbi 40 gradë Celsius të parashikuara për ditët në vijim mund ta përkeqësojnë edhe më tej gjendjen. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.